Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në podcastin Talksphere të Gjimnazit Sami Frashëri. Unë jam Janina nxënëse e Gjimnazit Sami Frashëri dhe sot e kemi nderin ta përshëndesim ish nxënësin dhe ish kryetarin ton, Flon Kastrati. Faleminderit Janina për ftesën, kënaqësi mu rikthyer në Sami Frashëri apet. Shpresoj kena me kalu mirë edhe kam ju përgjigj pyetjeve t'juja. Po fillojmë me një herë, tregona pak përvoja jote si ka qenë në shkollën Sami Frashëri, si ke kalu si nxënës. Muj me thënë njona prej përvojave më të mira në jetë. Po mendoj se cili nxënës e student hopat e para e merr me besoj në shkollë të mesme, që atë është ky zhvillimi i hershëm, që atë e kupton pak botën më shumë, njoftohet me njerëz pak më shumë edhe i dim pak më shumë se çka ka më bëu në të ardhmen. Mendoj që Sami Frashëri që atë kom ka ndihmu ka gjatë shumë kështu me ditë çka ka më bëu pak a shumë në të ardhmen tem. Na kanë ndihmu shumë profesorët, po ashtu kena pas shumë biseda me profesorë edhe besoj që çat komunikim hala e mbani kështu me profesorët e me drejtorin e shkollës, edhe kjo na ka ndihmu ka gjatë shumë. Si ka nisë rrugtimi jot mas pari si kryetari i shkollës e tashmë si kryetari FIEK-ut, a ka qenë kjo diçka e planifikuar apo ka qenë rasti? Paka shumë dyja kështu, kur ken zgjedhjet në shkollë të mesme, atëherë kom pas ka gjatë shumë shoqni, se din kjo puna e zgjedhjeve në shkollë të mesme shkon më shumë me kush ka më shumë shoqni. Edhe çush më thon nuk e kom pa dikon më të denjt me udhëheq kështu me gjimnazin, me jep kohë ose orientim, se unë besoj ka gjatë shumë që Sami Frashëri është një farë orientuesi i rinisë të Prishtinës, kështu kushdo që e udhëheq Sami Frashërin e orienton edhe pak a shumë rinin e Prishtinës, jep një farë kohë qysh po dën me pa rinin në Prishtinë. Mendoj që kena bën një punë ka gjatë mirë në atë kohë. Sfidë kryesore më shumë ka qenë kjo pjesa e atë kohë kur e kena marrë udhëheqjen, ka pas rrëmje të numrit studentave në Sami edhe e kena pa të arsyeshme me çel kanale të ndryshme komunikimit. Instagrami vetë se u kohën, na e patëm qelë edhe TikTok, kështu e patëm bë trend tani edhe shkollat e tjera me qelë TikTok. Po ideja është që tash ju keni qelë podcast që është kanal tjetër i informimit. Ideja është se cilat general kështu që vjen me mujt me përmirësu kështu gjendjen edhe me ngrit nivelin. Për FIEK u kom pak më ndryshe, se kur hina në FIEK erdha pak më shumë me përvojë pe shkollës të mesme. Aty në fillim kur jam hyrë në FIEK, se që kom dasht me u marrë kështu me përfaqësim studentor, më shumë thësha të fokusohena në studime, po dyshysh kjo vetë të tërheq, apo kupton? E shë fakultetin do me ndru diçka, qysh mu i me ndru, dësh me hi në organe përfaqësuese, i kom hy garës edhe atë kom fitu, edhe mendoj që tash që 2 vjet në FIEK u bë punë e jashtëzakonshme edhe vish mendoj me vazhdu me qatë pjesë. A ka pas ndonjë moment ku e ke marrë ndaj vendim jo popullore dhe qysh kanë qenë reagimet, qoftë prej nxënësve, qoftë prej drejtorisë, profesorave? Shumë pyetje me vend. Në shkollë të mesme, po më kujtohet një rast, ka gja i mirë, ka qenë pjesa që atëherë për shkak të grevës profesorëve, tash kjo zbashku në atë kohë ke greva gati çdo fillim viti të edishe që i kjellën janë një muj pushim se zbashku ka mojt grevë. Edhe për shkak që soj greve, neve na u obligu me i mojt dhe të shtune pak ma shumë, mos me mojt një farë pushimi pranveror, edhe në atë kohë, përveç që kom qenë përfaqësues Sami Frashëri, kom qenë përfaqësues edhe i shkollave të mesme të Prishtinës, edhe pa ta thirr bojkot 2 ditor në komplet kështu shkollat e mesme të Prishtinës. Çaj su kom vendimi kështu ma i mirë pritur, sidomos pe drejtorisë edhe profesorëve, po mendoj që kam pjesë e duhur që m'ju kundërvy disa vendimeve që për shkak të grevës së dikujt ose vendimeve të dikujt në atë kohë me psu të tash. Kështu që çaj kam vendim pak ma jo popullor. Në FIEK më ka ndodhur me marrë një vendim jo popullor. Kështu kur kanë qenë çështjet e afoteve që hala sot për ndryshe ka protestë të rektorati kena thirrë për çështjen e rivlerësimit edhe kundërshtimit disa rregulloreve në UP. Në atë kohë, kur u kundërshtu mos me mojt afatet e nëntorit edhe prillit, është një varë beteje në UP që i kena tash e disa vjet. Në atë kohë parlamenti studentor pa thirrë bojkot, edhe nëse pa ta pasit të arsyeshme, nuk e shoh bojkotin si mjet
politik me thonë të arsyeshëm, më shumë është protestë nëse thirrët capture the faculty, kur ti e bllokon derën e fakultetit, edhe shtron presionin te një instancë pak më e lartë. Nuk pa ta marr pjesë në bojkot, që ajo ka vendim shumë jo popullor se studentë dëshën me mojt bojkot, ka pasur presion se i patën mojt 13 fakultete bojkot, edhe veç FIEK-u nuk pat mojt bojkot, që ajo ka kështu vendim jo popullor, po që at the end of the day kështu mas një 2 javë kështu e patëm po ku e këm. Stani kur pator çështja e foteve që më pa dosh mu me u marr me të. E pata ofru një farë, që me thënë, marrëveshje me rektoratin për fazën 2 vjeçare tranzicionit, ato as ka pas nevojë më bë bojkot, do me thonë 0 orë të humbura, veç ka pas nevojë më mojt një komunikat për media, edhe kanë vazhdu gjanat. Po që ajo ka nashta vendim kështu jo popullor. Nashta vendimi popullor në qatë kohë ka një bashkan gjitë bojkotit. Po ka njerë du të mi morë si vendime që nuk bën me ronë në presion të tjerëve, po du të me bu që ato që për një me menën, edhe menën që është e drejtë për së cëllën. Mju bashkangjit pak kësaj pyetjes, a mendon që këshillat studentorë, sidomos në shkollat mesme, a kanë me të vërtet fuqi apo janë më shumë diçka simbolike? Qëre, që është shëkit pjesën. Unë menoj që këshillit nxënësa, këshillit studentor, çfarë do lloj instancë përfaqësuese, rëndësi je puna që e bën. Jo domosdë mu konkretar në Sami, kemi orienturin e Prishtinës. Dosh me bë punën për me mujt me bë qatë pjesë. Nuk për është pak më ndryshe. Këshilli ka për në me kështu fuqi reale, se ka vota në këshill të fakultetit ku janë edhe profesorët, studentat janë 7 studentë senator që i bojnë 16% senatit, kanë kështu fuqi reale politike vendimorëse në UP. Po prap kështu puna që e bën TSUHEC, ekipa jote në përfaqësim studentore, përfaqësim nxënësave, që ajo jep rëndësi pjesës, jo pozita apo puna jote, pak më shumë. Si ka qenë bashkëpunimi me profesorat edhe drejtorët ose rektorët tash në fakultet? Në qëre, në Sami Frosher, nuk e na pos drejtor një 2 vjetë, kështu koha jam. Kur patorët betimi, drejtori betim tash që është, që ne përshëndesim bashkë, e pa ndrun kështu pak qasje në Sami, më ka pëlqyer shumë si drejtor, e kom mbështet ka shumë e kom përkra, kom pas komunikim gjithë mirë me të. Tash po e shoh që e kom pas mirë kështu në çat farë vlerësimit të tij se pesha Samin që to ecë përpara çdo herë. Në UP me disa profesora e ki kesh kështu domosdë për shkak të qëndrimeve ose të çfarë do lloj teme që është u trajtu me rektorin që është po shihet nuk i kena punë mas mire se çdo 2 muaj do të del ai çështje e re me të. Po që me thonë që të janë dinamika që e përbëjnë UP-n edhe çdo përfaqësim tjetër, jo gjithë keme i pas gjithë bashk, na e kam me dol dikush këndër, do të më ballafaqoj edhe me atë farë teme. Po gjithë të e gjetë kështu një farë mesit të komunikimit. Qysh e ki balancu ti jetën personale, shkollën, do me thonë mësimet edhe angazhimet që i ke pasi lideri në nxënësve? Pyetje me vend po ashtu, menoj që secili nxënës edhe student do të më mësu sa më herët qysh me planifiku ditën edhe javën. Për shembull, e shihni kur jeni në fakultet që nuk ka mu kënë qash letë sa shkolla e mesme, që me thonë, a unë që tash i marrë notat pa mësu, më ka ro vetë, nuk është qashtë, do të për një me planifiku kështu me lonë kohë kur keme mësu, kohë kur keme u morë me qëto qështje të studentave, kohë kur keme bu diçka tjetër, kohë për jetën personale, po vishë ideja është që që ja bëj unë të paktën, është që në weekend e planifikaj javën, tani çdo ditë në mramje planifikoj ditën e nesërme, kështu që janë taskat kryesore me u kry për çat ditë që më dol çaj ditë e suksesshme, domosdoshmë. Po planning kështu i kohës është skill në vetvete, do të më mësu secili nxënës ose secili student se i duhet këgja shumë për jetë. Çfarë këshille i kishe jap dikujt që dëshiron me kandidu qoftë për kryetar të shkollës ose në ai pozitet ngjashme? Bënë më të mirën tonë, bënë vetvetja, edhe synoje gjithmonë të mirën e përgjithshme studentave.
që kjo është kryesora, nëse je të udhëheq për të mirë të përgjithshme ose me bët diçka që nashta as ti nuk e me po rezultatin, po ka me po naj gjenerat mas teje, që ajo menoj që është kryesora që të përbën ty si lider ose si përfaqësues i nxënësave ose studentave. Çfarë këshille, si të ka ndryshu ty eksperiencat si kryetar, a e kishe ndjek përsëri të njëjtën rrugë që ke ndjek deri tash? Po, gjithçysh. Më ka mësu shumë sene, më ka njoftu me shumë njerëz të ri, jë mësu me i bë disa gjona, me i balancu dhe dinamika, jë mësu ka gja mirë që me full me njerëz, qëto me ne që e kam skill ka gja të mirë, jë mësu që shkojnë rregullore, që protokollohen gjonat, qa do të me bu për me shtyt një kauz për para, kështu që menoj që më ka nimu ka gja shumë edhe nëse kësha mujt me këthy kohën apet e kësha njëtën rrugë. S'kam naj... Nuk ka naj varë pishmu një këtë varë fune. Edhe menoj që kjo është e mirë edhe e inkurajoj se cilën që ka ambicje, mos me u tut, po me vazhdu me që ato ambicje, me kandidu, me udhëheq gjithmonë të mirë të përgjithshme të secillit. Une nuk kam ma shumë pyetje flan, veç nëse dën ti diçka më shtu. Jo, po e poshtë që tash një të bë promovimin e Sami Froshit në për shkolla fillore, shumë mirë, UP-ja dhët me njekt njëtën rrugë, nashta jo me i prit studentat, nxënësat me orë në fakultete, po nashta UP-ja dhët mja nis me shku në për shkollat mesme, edhe aty ka romje të numrit, dhët me gjenë një farë mënyre qysh i bindëm nxënësat e shkollës të mesme, që UP-ja është opsioni më i mirë nëse ke mu shkollu në Kosovë. Nëse e këshyrëm në Webometrics, UP-ja renditet e 2000 dikun, nuk është mas mire, po veni dytë masoj që është UBT-ja, është i 4000, pra dallim 2000 vende kështu për ka cilësia. Edhe me ne që shto dhëtë me posë cili nxënës, edhe me thonë që nëse unë e ka mu shkollu në Kosovë, dhëtë mu shkollu në UP, gjithçysh, nëse vazhdoj arsimin. Edhe nëse du me shku jashtë, kur gjë këndër me shku jashtë, po do your research, a bedin, këshire e sota është në renditje, qaj drejtimi ku bedin ti me shku, i sot i renditet, se nashta universiteti kështu është shumë nalt, po drejtimi ku ti pëdo me shku, rango është shumë poshtë. Po që me thënë, do your research, ku pëdo me shku në universitet, fakultet, se për një me ka impact mal, ku shkën në jetën tone. Pa do nështë tash më bu presjen, se e di që disa për juve edhe përfundeni shkollën e mesme, po amanet. Nëse shkolloni në Kosovë, hajdeni në UP. Majsa ma shumë shkëm, respekte se cilët kështu që për punën që bëni edhe për vazhdeni sfar traditën e organizimit të nxënësave, edhe për ishtyni kauzat e nxënësave për para, unë veç kam lavde për punën e juve edhe faleminderit edhe një herë për ftesën. Faleminderit edhe ty që ke ardhur, shihemi në episodin tjetër.